2020. Në këtë pjesë të parë të momentit, unë kam shumë kënaqësinë që të mirëpres një bashkëdhetare tonën, pavarësisht se ajo ka jetuar dhe vazhdon të jetojë në qytete të ndryshme të botës. Gjithsesi, duke u përfaqësuar me sukseset e saj dhe pse jo të mos e përfaqësoj edhe popullin shqiptar në për iniciativat e ndryshme që merr. Ajo është një poliglote e vërtetë, nga që i flet 6 gjuhë, madje sa i përket shkollimit të saj ka të përfunduar 2 bachelore, 2 mastera dhe madje është edhe në përfundim të doktoraturës. Me priardhjen nga Malizi, po ashtu duke jetuar një kohë të konsiderueshme në Kosovë dhe tashmë jeton në një qytet mjaft të rëndësishëm të Gjermanisë, ku ajo jep kontributin në fushën e saj. Për më shumë detaje, Greta Daci në studio. Përshëndetje dashur. Përshëndetje nderuar, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi që të jam sot këtu së bashku me juve. Është kënaqësi jona është më shumë që të kemi si një shembull për rinin ton, Greta. Sepse me të vërtetë bagazhi juaj profesional është diçka që me të vërtetë duhet duar trokitër. Shumë faleminderit. Është kënaqësi që të kontribuoj dhe të mundohem që të sjell më të mirën nga vetvetja. Lejo së pari që ta fillojmë këtë bashkëbisedim me historinë tënde. Ndoshta duke filluar që nga fëmiria, sepse unë besoj që krahas kësaj që jeni një shembull, realisht e dim që fëmiria juaj ju ka çuar në rrugë të ndryshme. Andaj do dëshiroja të filloja pak në këto kujtime dhe pastaj të rrugtojmë së bashku. Sigurisht. Greta ka lindur në qytetin e Pejës, përkatësisht me 5 qershor të vitit 1996. Kam vijuar mesimet e para, shkollimet e para kam qenë në shkollën 8 Marsin e Pej. Aty kanë qenë domethënë fillimet e mia. Kam qenë një vajzë e cila ka pëlqyer shumë recitimin, poezinë, kam qenë një vajzë e cila ka qenë shumë e gjallë. Edhe pastaj vendosi familja ime që të largohet nga Kosova, edhe morëm rrugtimin ton të parë për në shtetin norvegjez, ndërsa aty pastaj vazhdova rrugtimin tim si një fëmijë nga Kosova për në shtetin norvegjez, komplet një diferencë si në gjuhë, edhe atje gjithsesi domethënë vazhdova që të mësoj dhe të kem të njëjtin interes ndaj poezisë, ndaj recitimit. Ndërsa disa vite më pas vendosi para familja që të kthehet në Kosovë, ku ktheva domethënë në vitin e 2 të shkollës së mesme. Edhe përfundova në shkollën e mjekësisë në Pej, duke harruar një pjesë nga gjuha që cilën e kisha mësuar, pasi që në shtetin norvegjez ishte ai mundimi që ta mësoja gjuhën norvegjeze që të bëhesha një shembull për familjen time, dhe gjithashtu të isha një shembull i mirë për shoqërinë. Ndërsa kur u ktheva në Kosovë kisha dilemën se si do t'i artikuloja fjalët në mënyrë më të duhur, që të mos më thonin ja erdhi një vajzë e cila është nga një shtet i jashtëm. Dhe kështu vazhdoj domethënë rrugtimi im, edhe aty vazhdova domethënë me recitime, me lexime, duke marrur pjesë në evente të ndryshme shkollore. Nuk e di, libri ka qenë çdoherë miku i më i mirë, si në Norvegji ashtu edhe në Kosovë. Në Norvegji ndoshta për arsye se nuk është në fillim nuk është që kam pasur shumë shoqëri, pasi si një fëmijë huaj nuk është që e ke atë shoqërinë më të madhe, të themi, por ja ka sjellur disa peripeti shumë të mira, kështu që e lundur realisht deri në këtë pjesë, në këtë fazë që na tregove të jetës. Po mirë, të gjithë shqiptarët që jetojnë në një shtet tjetër, vjen një moment që thjesht nuk e din se ku ndihen. Ajo pjesa e dilemës që ti ke me pjesën e gjuhës sidomos, në momentin që vendos të rikthehesh. Fillimisht më trego se cilat ishin motivet e familjes për të rikthyer sërish. Besoj që prindrit e mi kanë qenë në një fazë këtu në Kosovë kur kanë qenë të dy të shkolluar, kanë qenë të dy të cilët kanë pasur ëndrrën dhe dëshirën për të kontribuar në Kosovë. Nënën e kam nga Kosova, babën e kam me prejardhje nga Malizi, dhe çdo herë dëshira nënës në çdo bisedë që kishim në mbrëmje ishte kur do të kthehemi në Kosovë. Edhe ajo dëshirë më në fund ju realizua asaj, edhe unë çdo herë kisha atë dëshirën që pas disa vitesh që të kthehem në Kosovë, që të kontribuoj në Kosovë, edhe ndoshta ishte edhe ajo frika që do të harrohet gjuha ose do të harrohet kultura me kohën, pasi që sigurisht kur je në një shtet të huaj, sado që mundohesh që ta ruash gjuhën edhe ta ruash kulturën e traditën, vjen ndonjëherë edhe ajo ndeshja, sidomos në kohën e adoleshencës ku njeriu nuk e di më se ku qëndron. Edhe besoj që kjo ishte edhe arsyeja
për çfarë prindërit vendosen që të kthehen në Kosovë. Me që rast ju jam edhe falimderuese çdo herë, sepse po të mos kthehesha në Kosovë nuk do të isha kjo Greta që jam sot. Greta, pastaj kur vendos të rikthesh sërish në pushtete të ndryshme e që të vazhdosh shkollimin me gjithë këtë bagazh që i ke? Ishte domethënë koha kur përfundova 2 bachelloret e para, isha duke ligjëruar, kam ligjëruar edhe gjuhën norvegjeze si këtu në Kosovë dhe në Shqipëri. Pastaj vendosa që të vazhdoj masterin tim të parë në qytetin e Pejës. Në momentin që isha nga koha e përfundimit ashtu, vendosa që të aplikoj për asistente në njërin nga universitetet, tash nuk po e ceki me emër, edhe aty u dekurajova paksa, për arsye se përfundova masterin tim të parë me mesatare 10.0, ndërsa kur erdhi koha kur aplikova për asistente, më thanë është vend i rezervuar për djalin e një profesorit. Edhe unë në atë kohë nuk e kuptoja aq shumë sepse thosha çdo herë jam nga një pjesë e cila vjen nga pjesa e drejtësisë, jam nga një fushë e cila çdo herë duhet që ta ketë drejtësinë si identitetin e parimin fillestar. Ndërsa aty u dekurajova paksa sepse nuk mund ta kuptoja atë pjesë edhe thash në rregull, do vazhdojmë të shikojmë në pjesën ligjore se si do të përfundoj kjo pjesë. Edhe kur më treguan pastaj që e kishin anuluar konkursin, vendosa që të aplikoj jashtë shtetit, pasi që mendova që kam provuar mjaft fillimisht në Kosovë dhe kisha ndjesinë që dua të kem edhe diçka nga jashtë. Synimi im fillestar ishte shteti norvegjez. Mirë, po koha aplikimit ishte dikur më vonë, edhe pastaj aplikova fillimisht tash okay, po aplikoj në shtetin gjerman. Për shtetin gjerman e kisha mësuar gjuhën gjermane intensivisht për brenda një viti, ishte si një lloj hobi që ta mësoja një gjuhë tjetër. Edhe pastaj u ndërlidh pak hobi edhe pak domethënë ajo pjesa kur aplikova për studime. Kam aplikuar atje fillimisht në 2 universitete, në Universitetin e Göttingenit edhe në Universitetin e Fuldes. Në të 2 universitetet u pranova, mirë po në Universitetin e Fuldes mu ofrua bursa dhe pastaj vendosa thash në rregull po vazhdoj në Universitetin e Fuldes. Është shumë e vështirë kur ke shumë zgjidhje në jetë për të bërë? Besoj që zgjidhjet janë ato të cilat na gdhendin edhe na përpunojnë. Po të mos kemi zgjidhje, atëherë nuk besoj që do ja dalnim banë. Zgjidhjet ndonjëherë janë më të vështira, mirë po janë ato të duhurat për të qenë në momentin e duhur në vendin e duhur. Gjithsesi, deri më këtu u njoftuam që deri në këtë pikë të rrugtimit, sa gjuhë po bëhen, Greta? 6. Tregoj se si mësove gjithë këto gjuhë. Sepse gjermanishtën na tregove që e pate sikur hobi dhe në këtë kontekst realisht e vazhduat edhe pjesën e kontributit. Po gjuhët e tjera? Gjuhët kanë filluar në Kosovë në pas luftës. Kam pasur 2 prindë të cilët jam munduar që të punojnë gjatë kohës, edhe unë kam qenë, si që ceka, një fëmijë shumë i gjallë, edhe nuk dinin që atë bënin me mua. Edhe në qytetin e Pejës ka qenë, me njëherë pas luftës, kanë qenë disa programe tek Lorenz Mazdreku, që ka qenë, domethënë, si një projekt i kishës, katoliket e Pejës, edhe pse unë me fe jam muslimane, mirë po nuk është që bëjmë dallimet e tilla. Edhe pastaj prindërit më dërguan aty që të filloj fillimisht me gjuhën italiane. Edhe fillova domethënë që të mësoj për kompjutera, edhe në njëjtën kohë gjuhën italiane, domethënë edhe pastaj lindi interesimi për gjuhën angleze, edhe pastaj kur shkova në shtetin norvegjez, mësova domethënë gjuhën norvegjeze, pastaj mësova dhe domethënë rregullova më mirë edhe gjuhën spanjolle, mësova edhe gjuhën spanjolle sepse nuk doja absolut që të mësoja gjuhën gjermane. Edhe ja si është domethënë jeta që përfundova me gjuhën gjermane, ndërsa gjuhën kroate kam mësuar pasi që prindrit janë domethënë shqiptar, po me prijardhje nga Malizi, domethënë babai, edhe çdo herë e kam përdorur kur kam qenë domethënë në Maltezi në pushime. Nuk është që kam menduar ndonjëherë që do e përdorja më gjatë, mirë po sigurisht që është një ndër gjuhë që më ka kontribuar. Ndërsa pastaj gjuhën suedeze, pasi që gjatë kohës studimeve kur kam qenë këtu në Kosovë, pushimet e verës është që i kam kaluar duke punuar atje punë verore, kështu që ka ndihmuar në gdhendje në gjuhëve dhe në përpunimin me të tjeshëm për brenda gjuhës. A zgjedhim një fjalë e cila mund thuhet në të gjitha gjuhët të cilat ti i di?
Mund të zgjedhim, por gjithsesi mund të them edhe faleminderit për ftesën që më ke bërë, kështu që na thuaj në të gjitha gjuhët që i di. Okej, shumë faleminderit. Tusen tack. Tack ska du ha. Thank you very much for the invitation. Dankeschön für die Invitation. Hvala što sam ovdje. Ndërsa kam harruar ndonjë gjuhë. Spanjisht? Në gjuhën spanjolle, atëherë mund të them, vetëm se duhet që ta përpunoj tani në kokën time. Nuk është duke më ardhur në kokë tani për momentin. Gracias. Gracias porque estoy aquí. Disculpa. Është ndodhur. Për ndryshe, gjuhën spanjolle përdori gjatë tërë kohës për brenda punës. Mirë po tani që jam në Kosovë dhe besoj që është kjo ndjenja që nuk e di më shkëtyr truni shqip. Po mirë, kur për shembull se ne shqiptarët dim të jemi njëherë edhe ne vrek. Po. Në cilët gjuhë të vijnë fjalët së pari kur i ke këto momente? Jam duke ushtruar atë ndjesinë paqësore edhe të paqes, mirë po jo, kur jam nervoz zakonisht kthehem në shqip, në gjuhën shqipe. Është automatikisht ajo pjesa, mirë po mundohem që të përmbahem, sepse besoj që qetësia shpirtërore dhe mendore është diçka papagueshme, kështu që. A ke arritur në anën tjetër, për shembull, a ke arritur që sensin e humorit ta përfaqësosh në mënyrën më të mirë të mundshme edhe në gjuhët e tjera, sepse personalisht, pavarësisht pse flas të gjuhët huaja, e shoh që në gjuhën shqipe jam shumë komforte për të diskutuar në këtë aspekt kur është diçka që është arake. Si funksionon kur dikush i flet gjashtë gjuhë? Është ndonjëherë pak sa më komplikuar, varësisht nga momenti. Siç e pam tani me gjuhën spanjolle, është një ndër gjuhë që më të vërtet kam shumë gjëra që sharake për treguar për gjuhën spanjolle, mirë po në momentin e caktuar ndodh që e kam ndoshta për brenda sekondit e kam pak sa problem, mirë po kur i kthehem atëherë vazhdoj rrjedhshëm. Ndërsa për gjuhën spanjolle tash po të tregoj një rast shumë interesant. Në momentin e parë kur fillova punën tani që kam në Oldenburg, isha në këtë kohën që quhet atje probecaj, që është koha e të provuarit edhe për të parë sa ai adekuat për punën. Edhe unë kisha të shënuar në CV që flas gjuhën spanjolle dhe kisha domethënë në atë kohë kam pasur B1, ndërsa tani e kam domethënë nivelin C të gjuhës. Edhe më thanë, okay, thanë rregull, tha do e bëjmë tha një intervistë, zakonisht intervista që i bëjnë tek persona që janë në proces të migracionit, është që ju bëjmë pyetjen të detajshme se çfarë ju ka ndodhur. Edhe thanë, po pasi që ti je duke u përgatitur edhe je fillestare, ta pse nuk po shkon me këtë kolegen, tha se përkthysja nuk ka ardhur, tha kështu që edhe pse ka puna dhe u përkthen. Edhe unë isha duke menduar, thash, okay, unë e kisha shkruar atë gjuhë, mirë po e kisha mësuar në Norvegji kur isha në klasën e 7-8-9, kishte një kohë të gjatë që nuk e kisha folur, diplomen si diplom e kisha faktikisht, edhe gjuhën për ta folur e flisja si ne që e flasim kur shkojmë në pushime, një gjuhë të një nivelit ta zëm B2 C1. Edhe kur filluam ne me terme ligjore, e shikoja unë, thoja o zot, a do përfundoj kjo intervistë, se nuk isha ide se si ti përpilloj të gjitha fjalët që ishin të nevojshme, sepse ishte një gjuhë me të vërtet shumë e lartë. Edhe pastaj i shikoja ata dhe dikur u thash, po thjeshtësojeni pak, thash se nuk është nevoja që ta bëjmë kaq të vështirë. Mirë po, kështu vazhdoj. Ka momente të sikletshme. Përderisa për shembull disa gjuhë ngjasoj njëra me tjetrën. Ta zëm për shembull gjuha gjermane edhe gjuha angleze janë në njëjta familje, kur kthehesh edhe rishikon se si kanë rrjedh. Jo vetëm sikur gjuha shqipe që është indoevropane, edhe realisht nuk ngjason asnjëra nga ato. Është shumë e vërtetë, mirë po sidomos në kohën e studimeve nuk mund të them, sepse programi im i studimeve në master ka qenë 50% në gjuhën gjermane dhe 50% në gjuhën angleze. Kur kam filluar ditët e para, unë kisha vetë besim, sepse mësova gjuhën në Kosovë. Isha në një kurs intenziv, kisha vetë besim të tepërt, sepse profesori çdo herë më thoshte Greta je më e mira. Edhe unë thash, unë jam më e mira, edhe pastaj vazhdova në shtetin gjerman. Ditët e para, thoja, okay, ndoshta është dialekti tjetër, është e mundur.
Mirë po, kur fillua me ligjerata dhe me terme ligjore, pastaj e kuptoja pse që ndroja me gjatë në bibliotekë, sepse nuk isha ide se çfarë po flitej. Në atë kontekstin e Hochdeutsch, që i bie domethënë një gjuhë gjermane më e lartë dhe më avancuar. Kështu që aty me të vërtet do dëshiroja që gjuha angleze, gjuha gjermane të ngjasonin, por nuk u përpushin edhe aq. Dua të ndalim pak edhe tek një eksperiencë tjetër në Indi për shembull. Po. Na trego pak më tepër për këtë, sepse ju shumë shqiptari dëgjojmë që kanë eksperienca pune atje. Po, në Indi është që kam pasur një ftesë. Unë kam pasur gjatë kohës së studimeve, ku kam përfunduar masterin e dytë, domethënë në qytetin e Fuldës, në Universitetin e Fuldës, kam pasur një koleg i cili ka qenë nga India, edhe pasi që kemi pasur nga 120 shtetet të ndryshme. Edhe gjatë bisedës më pyeti ai mua se si e shikoja unë çështjet institucionale dhe në të ardhmen a do të kishim mundësinë që të kishim ndonjë bashkëpunim, sepse ai ishte pjesë e një universiteti të Indisë dhe unë pastaj thash, ishte si pjesë shakaje, thash po pse jo, në të ardhmen mund të bashkëpunojmë. Edhe pas disa vitësh, domethënë pas disa kohësh, më erdhi pastaj një ftesë, tha do na nevojitet që të dim se cila është eksperienca jote, edhe gjithashtu më bën pastaj edhe pyetje, edhe kam pasur domethënë nderin e kënaqësinë që të marr pjesë në një ligjërat atje. Edhe që të ligjeroj, kështu që ishte një lloj eksperiencë shumë e mirë. Në cilin vend ishit më saktësisht? Ka qenë pjesën unë domethënë kam qenë me konferencë online, mirë po ajo është mbajtur në Utah. Në Utah. Pra, fizikisht nuk e keni pasur ende rastin që ta vizitoni sepse së shpejti, pra pas ka dhënë. Qëndron si plan bucket list, kështu që e kam në plan që ta vizitoj një ditë Indien. Gjithë këto vizita realisht kur përfaqësohen edhe ndoshta si vizita zyrtare, nëse mund të quajmë kështu profesionale, në aspektin profesional, e veçon ndonjëri nga qytetet ose vendet që me të vërtet ka lënë përshtypje dhe që thua këtu do të jetoja. Jo pse nuk e jetuar në shumë vende, por është diçka që veçohet? Po, ku do thoja ku do jetoja, unë do jetoja çdo herë vetëm në Kosovë. Mirë po, si një zgjidhje të dytë, ndoshta do e merrja Spanjën. Jam shumë fanse e ushqimit spanjoll, edhe gjithashtu Spanja, jeta spanjolle më pëlqen shumë. Ndoshta se ngjason aq shumë me neve, mirë po më pëlqen si vend, po t'ishte ndoshta edhe ekonomia më e mirë, sigurisht do e zgjedhja Spanjën në vend të Gjermanisë. Kur e mendon, Greta ka 2 bachelore, 2 mastere dhe po ashtu është në përfundim të doktoratës. Kanë qenë këto të gjitha drejtimet të ngjashme apo ndryshojnë nga njëra tjetra krejtësisht? Domethënë 2 bacheloret i kam përfunduar paralelisht, domethënë kam qenë në juridik të përgjithshëm edhe gjithashtu në menaxhment turizëm dhe hoteleri, që nuk ngjasojnë. Arsyeja ka qenë, unë kam qenë çdo herë e flakt për pjesën ligjore. Ndoshta familja kanë menduar që pasi që flas shumë gjuhë të huaja, ndoshta do të isha më adekuate në atë pjesën e turizmit dhe hotelerisë. Edhe për të mos ia prishur qefin askujt, vendosa që t'i regjistroj të 2 bacheloret pa i treguar askujt të familjes, edhe ishte surprizë vetëm në momentin që më pranuan në të 2 bacheloret, pastaj u tregova që më kam pranuar, edhe nëna shpesh herë merrte si shako, si bisedë, gjatë bisedës thoshte nuk e di si është gjendja, është mirë në konceptin mendor, sepse i duke që ishte shumë presion. Në atë kohë mirë, po pastaj u dhe mësuan me atë pjesën që isha me të vërtet shumë e etur për të mësuar. Ndoshta masterin e parë kam pasur domethënë në Kosovë, në drejtimin penal, pasi që në zemër jam penaliste. Ndërsa masterin e dytë në shtetin gjerman kam pasur në të drejtat e njeriut në politikë, ligje dhe në shoqëri, dhe tani në doktoratur jam prapë në drejtimin penal. E ceke që në kuadrë të bachelorëve të programeve të ndryshme, në na juaj ka pasur, themi ato rezervat e veta, dhe mendimet e veta personale, opinionet të ndryshme. Por për master si ishte situata, Gret? Për master ishim mësuar. E ke parë atë rrugtimin që kur i mëson një herë, pastaj e din se si është vazhdimi. Për master nuk është që ishte shumë surprizë, vetëm më thanë do ndalosh, e tani e kanë gjatër kohës më pyesin pas doktoraturës çfarë do vi. Kështu që jam mësuar. Pas gjithë këtyre viteve, si e definon Greta suksesin? Greta definon suksesin si një mëngjes të këndshëm,
Një bisedë të mirë, me thjeshtësi edhe e definon suksesin si një pjesë të secilit njeri, i cili dëshiron që të arrijë diçka në jetë, por çdo herë duke e pasur pranë thjeshtësinë e vet. Sepse kam përshtypjen që ndonjëherë e harrojmë se sa duhet që të jemi të thjeshtë në jetë. Krahas kësaj, krahas pra një CV perfekte që e gëzon Greta në ditët e sotme, si qëndron me kohën e lirë? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Greta qëndron me kohën e lirë, nuk e di. Në këto pushimet që i kam tani kohët e fundit e kam përshtypjen që koha e lirë është bërë një luks, të cilin nuk mund ta shijoj, pasi që kam shumë angazhime. Mundohem që të gjej kohë, mirë po tani po shpresoj verës, kemi ngelur në ato pushimet verore. Mirë po, gjatë viteve të fundit e kam vërejtur që me të vërtet pas studimeve, koha e lirë është bërë një pjesë që është paksa më vështirë për ta gjetur. Krahas kësaj, kush e ka duar trokitur suksesin tënd, përveç familjes që është pjesë e padiskutueshme e jetës tuaj? Sigurisht, si që ceke familja, pastaj besoj që shoqërinë kam pasur një përkrahje shumë të mirë nga shoqëria, nga kolegët tani që i kam të punës, i kam më të vërtet shumë përkrahës të mi, nga profesorët, nga të gjithë personat të cilët i njoh, të paktën unë e perceptoj që i kam përkrahës edhe çdo herë mundohem që sukseset e mia të ndaj së bashku me ta, që të kemi përkatësisht diçka të përbashkët për të ndarë. Ai dekurajimi për të qenë pjesë e universitetit si asistente, ishte një lloj mësimi për ty, apo ishte një motiv shtesë për të vazhduar për sukseset që i gëzon sot? Kisha një profesor gjatë viteve të para të studimeve që më bëri një pyetje. Tha, Greta, si e sheti drejtësinë? Sepse unë çdo herë kam qenë nga ata personat më luftarak. Çdo herë them jam një gladiatore për të ndjekur drejtësinë. Edhe më thoshte, Greta, po si e sheti drejtësinë? Thash, unë e shoh drejtësinë shumë drejt. Thash, e kishim marrur një udhkryq edhe një rrugë, thash, unë e shoh shumë drejt. Thash, është dikush fajtor? Është fajtor, nuk është fajtor, atëherë thash, dalin faktet, ka prova dhe dihet. Me tha, jo, drejtësia, nuk është ashtu, si që mendon ti, sidomos ta në Kosovë. Edhe pas vitesh e kuptova që me të vërtet nuk ishte drejtësia ashtu si që unë e kisha menduar, por nuk me ka dekurajuar në kuptimin e thellë, ka qenë një motiv për të vazhduar në një vend tjetër ku me të vërtet me kam vlerësuar. Mirë po, unë nuk ja lek fajin Kosovës, as nuk ja lek fajin personave. Kanë qenë ndoshta personat të cilët e kanë pasur pozitën në ato qaste, mirë po nga Kosova nuk mund të me largoj askush, sepse është vendlindja ime, është vendi ku kam lindur, edhe ku i kam krijuar aspiratat e para për të vazhduar tutje. Vazhdon të besosh fuqishëm në bazat e meritokracisë? Po. Pavarësisht rrethonave dhe situatës në të cilën ti je gjendur personalisht? Sigurisht se po. Nuk besoj që dikush duhet që të dekurajohet dhe që të mendoj, okej, tani kisha një eksperiencë të keqe dhe ky është përfundimi i këtij rrugtimi. Për mua edhe për mendimin tim edhe si këshill për gjithë personat ndoshta që janë duke na ndjekur është që nëse keni eksperienca të tilla, përdorni si një udhkryq për të vazhduar tutje, si një urë për të dëshmuar që nuk ka më rëndësi se kush nuk të dëshmon, më rëndësi është se ti veten si e vlerëson. Edhe çdo herë duhesh që ta vlerësosh veten me pikën maksimale, sepse atëherë ti je vetvetja. Dua të ndalim pak edhe tek një punim shkencor i juaj, bëhet fjalë për krimin e organizuar në Kosovë. Po. Çka përmban realisht? Çfarë hipotezash janë vënë atë punim? Unë, në fakt, edhe disertacionin tani që e kam të doktoratës, kam, domethënë, drejtje me krimin e organizuar. Çfarë kam bërë në punimin tim është që kam shikuar për 5 vitet e fundit si ka qenë përmbajtja e narkotikëve, e rrugëve të cilat janë përdorur për të bërë bartje në narkotikëve edhe po ashtu edhe trafikimin e qenieve njerëzore. Si që ceka më herët që drejtimin në masterin e dytë kam pasur për të drejtat e njeriut,
për atë arsye kam pasur edhe një interesim më të lartë për të shikuar se sa është duke u bërë një trafikim njerëzor në Kosovë, edhe sa është duke dëmtuar krimi organizuar, domethënë në përgjithësi Kosovën. Sigurisht temën e doktoraturës e kam në një koncept më të gjerë, pasi që përfshin gjithë Ballkanin. Jam duke punuar në drejtim të saj, edhe punimi ka qenë, domethënë, ka pasur shumë, sa janë çmimet e drogave të ndryshme, edhe gjithashtu kanë qenë, domethënë, si një lloj përmbajtje për të shërbyer personave të cilët janë, domethënë, ligjdhënës që të marrin disa nga ato rekomandimet të cilat i kanë bërë që mund të bëhen, domethënë, në fushën e krimit të organizuar në krahasim me shtetet e tjera, duke përdorur, domethënë, si një shembull, sepse ka shumë çka që mund të bëhet që të përmirësohet gjendja. Nuk është që nuk është duke u bërë, mirë po krahasimet 5 vjeçare çdo herë tregojnë se sa është baza e suksesit, sa ka pasur sukses ajo, ndoshta një raport që kemi bërë në vitin 2018 ose 2019, sa mund të jetë, domethënë, avancimi në vitin 2020, nëse qëndron në të njëjtën bazë, atëherë diku është problemi. Cilat janë të gjeturat? Për çka duhet të shqetësohemi më shumë? Ka shumë shqetësime. Ka shumë shqetësime. Shqetësimet më të mëdha, të cilat i kam parë, kanë qenë gjatë gjitha viteve ka qenë i njëjti problem që siguria nuk është, domethënë, në kufi. Nuk kemi edhe në bazë të raporteve të tjera të cilat janë bërë disa raporte që tregojnë, domethënë, disa pikat në të cilat mund të ketë ndoshta një siguri më të madhe, por prapse është rritur numri i drogave. Kemi filluar edhe, domethënë, edhe me kultivimin vendor, që është bërë një rritje më e madhe e kultivimit vendor, ndërsa është e pamundur, siç thuhet, për ta krijuar, për ta krijuar një laborator. Gjithsesi që do të duhet të krijohet një sistem, nëse jemi duke bërë në sistem të brendshëm. Për ta krijuar atë sistem të brendshëm duhet që të punojnë disa persona, sepse nuk është diçka që bëhet vetëm nga një person. Ndërsa të gjitha këto kanë një ndërlidhje dhe ndonjëherë çuditem se si vije deri tek ajo baza që thonë është e pamundur që t'i gjejmë, ose po bëjmë aq shumë punë edhe po mundohemi aq shumë, ndërsa rezultati po tregon një numër të rritjes. Kështu që kjo ka qenë paksa më preokupuese, edhe gjithashtu edhe numri i rritjes nga konsumimi vendor, që është në rritje sipër. Urojmë shumë për një gjendje të përmirësuar në vitet e ardhshme dhe në analizat e tjera, temi edhe në hulumtimet e tjera të dalë më mirë. Jo vetëm si Kosovë, por edhe si Ballkan, sepse fundja këtu jemi. Këta jemi ne. Sigurisht. Në këtë pjesë të fundit të momentit, Greta, kemi një rubrikë, quhet Mit ose e vërtet, dhe ti na tregon se cila qëndron. Okej. Mit apo e vërtet? Një grua me kaq shumë diploma nuk ka kohë për jetë personale? E vërtet. E vërtet. Si qëndron Greta në aspektin personal? Sepse je vetëm 28 vjeçare, pas gjithë këtyre sukseseve të shumta që i ke. Greta në aspektin personal qëndron single, me shumë angazhime të tjera. Kjo pjesa single ka filluar të bëj të mendohesh për një të ardhme për ndryshim të kësaj, apo je jashtëzakonisht angazhuar me këto angazhimet? Unë jam të jetë angazhuar, nuk është që përjashtoj si mundësi, sepse çdo herë them që familja është celula e çdo gjë në jetë. Si që jam unë falimderuese që kam familjen time, sigurisht që një ditë dua që ta kem edhe unë familjen time. Mirë po duhet që t'jetë personi adekuat, kështu që... Si e idealizon realisht një person adekuat ose një person që duhet jetë në krah të Gretës? Ka të bëjë poshtë edhe me të arriturat shkencore ashtu si që keni ju? Kjo është një pyetje shumë e mirë. Unë mendoj që duhet që të jetë njeri, sepse baza e çdo gjëje është të kesh nderin, të kesh pranë një njeri, një person të kuptueshëm, një person i cili është punëtor dhe ka ambicie për jetën e tij edhe për të ardhmen e tij. Për mua luan rol një person që ka raporte të mira familjare me familjen e tij, sepse ashtu do e kuptoj edhe unë konceptin e respektit. Ndërsa nga të arriturat mendoj që nuk është e domosdoshme që ti di 6 gjuhë. Mjafton që ta flas gjuhën shqipe, ndoshta në mënyrë të artikuluar edhe në mënyrë të duhur. Por sigurisht që është e rëndësishme që të jetë punëtor. Ajo Jo pa tjetër të jetë në doktorat?
Po tani nuk është që e konsideroj çdo person I cili posedon një doktorat, një person I cili është nuk e di, në ndërlidhje më të lartë të intelektualitetit, besoj që ndoshta edhe me një master apo me një bachelor, nëse është personi I duhur, është I duhur. Ne në PE përdorim shprehjen kur të vije kismeti, kështu që kur të na vije kismeti. Urojmë shumë fat në këtë drejtim. Gjithashtu. Meta po e vërtet, shoqëria shqiptare I sheh me dyshim gratë me arritje të larta akademike? E vërtet. Mëse vërtet, sepse gratë shqiptare çdo herë do të paragjykohen, fillimisht nga ajo se ti je grua, se ti je femër dhe ti po provon që të tregosh diçka dhe po mendon që po e din më mirë. E kam atë përshtypjen që ndoshta viteve të fundit tani jemi duke tentuar që të ndryshojmë një pjesë, por kështu është. Kështu e mendoj unë. Meta po e vërtet, nëse nuk e arritur sukses deri në moshën 30 vjeçare, je vonë? Nuk e konsideroj që mosha është një aktor I rëndësishëm për arritjen. Unë besoj që personat të cilët dëshirojnë që të arrijnë diçka dhe në moshën 60 vjeçare mund të arrijnë diçka, kështu që jo. Suksesi grave shpesh perceptohet si fat dhe jo si merit? E vërtet. Shpesh herë më ka ndodhur, ndoshta e munduar shumë që të mësoj dhe në fund më kanë thënë ke pasur fat, kështu që e vërtet. Suksesi vjen pasi të kesh pirë 70 kafe në ditë? Varet ajo në espresso. Greta, ishte shumë kënaqësi të kisha sot në moment. Ishte kënaqësia ime dhe të dëshiroj shumë suksese edhe gjithë shikuesve, po ashtu I dëshiroj shumë suksese edhe gjitha vajzave u dëshiroj edhe sigurisht edhe meshkujve dhe djemve u dëshiroj shumë suksese dhe uroj që të realizojnë ëndrat e tyre. Faleminderit.